Britania e Madhe, megjithse nuk është më një superfuqi globale në të njëjtën përmas si Shtetet e Bashkuara apo Kina, ende ruan një prani të konsiderueshme në skenën botërore. Ajo ka një ekonomi të konsiderueshme për të zhvilluar, me sektor të fuqishëm financiar, ato të shërbimeve dhe në industrinë e argëtimit duke u renditur ndër më të mëdhat në botë. Ushtria moderne dhe e mirëpajisur duke përfshirë një arsenal të madh bërthamor e bën një ndër anëtarët e NATO-s me rol të rëndësishëm në operacionet ndërkombëtare të sigurisë. Ndër të tjera, ajo eksporton shumë nga pajisjet ushtarake dhe teknologji ndihmëse për këto të fundit. Anëtare e G7-s dhe organizatave të tjera ndërkombëtare me një histori të gjatë të marrëdhënieve diplomatike e bëjnë faktor të rëndësishëm në çështjet globale. Marrëdhënia speciale me Shtetet e Bashkuara është një pjesë e madhe e ndikimit politik të Britanisë dhe gjuha angleze është padyshim një gjuhë globale dhe me ndikim të rëndësishëm kulturor. Muzika, letërsia, filmi dhe televizioni britanik janë gjithashtu të jetë të njohura. Në fushën e kulturës dhe edukimit, një peshë me rëndësi zën universitetet, të cilat tërheqin student nga e gjithë bota. Rusia në skenën botërore ka një rol kompleks, të karakterizuar nga fuqia e saj e rëndësishme ushtarake, burimet e konsiderueshme natyrore dhe përpjekjet për të ruajtur ndikimin politik dhe kulturor, pavarësisht nga një GDP relativisht më e vogël krahasuar me ekonomitë kryesore të botës. Ekonomia e saj është shumë e varur nga burimet natyrore, veçanërisht nga nafta dhe gazi, duke e bërë atë të pambrojtur ndaj luhatjeve të çmimeve globale të energjisë. Sanksionet ekonomike të vendosura nga vendet perëndimore si pasojë e ndërhyrjeve ushtarake të Rusisë në disa shtete kanë pasur gjithashtu ndikim në rritjen ekonomike. Trashëgimia kulturore është shumë e pasur, me kontribute në letërsi, muzikë dhe art. Megjithatë, prej kësaj të fundit në shekullin e 21 është më pak i përhapur se ai i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ose disa vendeve të tjera.